Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për zhvillimet politike në Maqedoninë e Veriut. Në fundjavë kishim kongresin e 5 të BDI-s. Prisnim zhvillime pasi Ali Ahmeti është larg qeverisë, por humbi dhe bashkitë, komuna, dhe nga një pjesë e opinionit pritej një reflektim i tij. Ndoshta disa prisin dhe tërheqjen e tij, por Ali Ahmeti bëri ndryshime në kryesi, në kopolën drejtuese, por vet nuk u largua, ashtu sikur thava ai, është më i ri se Trumpi dhe do të vazhdojë ta udhëheqë BDI-n. Por përtej asaj që bëri në kryesi, a kishte ky kongres një vizion, një ide, një platformë për të vazhduar më tej dhe cila është ajo, do të flasim me profesorin Sulejman Mehazi. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje dhe juve për ftesën, faleminderit. Profesor, e prisnit këtë që bëri Ali Ahmeti, këto emra që ndryshoi, pra ta mbyllte këtu vetëm me disa emra dhe vetë të vazhdonte drejtimin? Që them të drejtën e jo vetëm ne, po të gjithë e pritshim, pasi ai që gjatë pas rezultateve tha se nuk kam humbur unë. Edhe kjo tregon se ai nuk e pranon humbjen, dhe kjo tregon se ai e do të vazhdoj të udhëheqë BDI. Prandaj edhe kjo u bë çfarë u bë, ne pritnim se do ketë ndryshime, por ndryshime horizontale, vetëm që i ka ndruar në shah, i ka ndruar figurat. Tash i kanë nxjerrur të rit, ato pionat, duke t'ja i thoni ju në Shqipëri pionat përpara, kurse ata shokët e vet të më fuqishëm, Topin, Mbretëreshën, Kuajt i ka lënë pas, që kur nëse fitojnë, pa ta të dalin të parët. Pra, këta të rinj që ka vendosur për të tërhequr karrocën tani, kurse për pushtetin do jenë ata që janë pas, nëse fiton. Po, nuk mund ajo shok i ngushtë me Musa Xhaferin, me Blerim Beqetin, me Talat Xhaferin, kështu që ai nuk mund ato bashkë, ata që 20 vjet bashkën. Po më e mira do të ishte për mua, jo për mua, po mendoj edhe tjera të që mendoj, më e mira do të ishte që Aliu mos të konkuronte, do ishte më burrore, shkaku se do të kthej, do t'i thoshte popullit qytetarëve të Maqedonisë, faleminderit të nderuar qytetarë që 22 vjet radhazi ma keni dhënë votën, ma keni besuar, faleminderit shumë. Tash Turqia unë dalë dhe të rritë le ta marrin. Kështu që kjo është vetëm një facat, asgjë më shumë. Ka të vështirë edhe pjesa tjetër e jonë, pra si në Kosovë, Shqipëri po, që ma parti që marrin pra pasi hipin pushtet është vështirë që zbresin nga kali. Po, kundërta te Maqedonasit nuk është ashtu. Te Maqedonasit ne bëjmë para 4 viteve, kur Zaevi humbi zgjedhjet lokale, ai dha dorëheqje. Kështu që edhe të tjerët dhanë, edhe Zorenkovski humbi zgjedhjet, dha dorëheqje, edhe pastaj edhe Gruevski, edhe tash dorëheqje, edhe Zaevi dha e kështu me radhë. Vetëm te ne që ndodh, aty është me dufashi që 30 vjet. Aty është edhe Roma. 30 vite derisa shkriu si parti, sa ka mbetur me një deputeta. Edhe mendoj se edhe kjo do shkrihet. Bëni të gjëra, i hoq disa ata vjetësit e mëdhej, që ishin të mëdhej, dhe tash i ka vëndu aty që kanë mundur të vjedhin pak më pak. Nuk e di a jemi qartë. Kështu që te ne në Maqedoni, po që se humbish, nuk të hatë fjala, nuk të marrin në dorë, prandaj Aliu me ato terme të UÇK-s nuk shkon, ka një thënie edhe shenje e pleqërisë e tij, ose ka një thënie për pleqët ata që mendon i humburi, mendon për të humburën, për të kaluarën që për të qenë humbur. Nuk e di a jemi qartë. Kurse ai që ka gjetë veten,
merret me të gjetërën, me të ardhmen që për të qenë i gjetur. Dhe ky ka shenjët e pleqërisë. Pleqt, nëna ime djerë të 90 vjet dhe bisedonte për para 20, 30, 40, 50, 60 viteve çfarë ka dohet kur unë nuk kam qenë. Edhe kjo rinia tash nuk shkohet më me UÇK. Nuk e di ajo më qartë. Ai prap një të navas. Nuk ka ai sa më shumë që e përmend UÇK-n që ka vlerë, më shumë e humbën vlerën. Gjërat e vlerëshme nuk thuhen shpesh. Diamanti nuk përdoret shpesh. UÇK-ja nuk përdoret, si ta përdoret, apo që i t'jem më të qartë. 100 herë po që se i thuash të dashurës të duhet veç ajo lojë. Nuk e dija e mi qartë. Po, profesor, si ka mundësi që nuk ka në infrakcion brenda BDI-s apo të rinj të tjerë që të ngrihen ta kundërshtojnë me platformë ide, humbin apo fitojnë, por në fund fundit të guxojnë. Po, kjo telefon, kongresi dhe i BDI-s u mbajt nuk shkojnë për 2 orë. Ata një herë kongreset unë e di që Maqedonëset i mban 2-3 ditë kur humbin. Një herë bisedon pse kemi humbur, kush ishte fajtor, si ashtu, pse kështu, pse në këtë zonë humbun, pse në atë zonë humbun. Pra kam procese politike, analizë. Kush e kërkon përgjegjësinë? Ata e di se përgjegjësia kryesore është udhëheci, Ali Ahmeti, nuk ka tjetër. Të tjerët kot. Udhëheci është Ali Ahmeti. E kundërta është e këtu pra te ne shqiptarët, pra kryetari pra është biparti. Kjo nuk do të Maqedonës, për fat të mirë nuk do edhe të Vleni. Shko Vleni, derisa të BDI-ja, Ali Ahmeti është mbi BDI, të Vleni, ata udhëheci të Vleni të janë nën Vleni. Kështu që nuk ka aty lider. Kështu që prandaj du të them se përsëri do të fitoj Vleni, shkaku se ata e kanë përdor një metodë partije, si të them, te Vleni është një federat partish, nuk e di ajo më qartë. Po, kjo ka ato të mira dhe këtijat e saj, sepse është një strukturë pa kokë. Një federat partish dhe edhe në zgjedhje dominon, për shembull në qoftë se BDI-ja në kongres ka zgjedhur 33 në kryesinë qendrore, te Vleni nuk është 33. Apo për shembull nëse në këshillin e përgjithshëm ka 300 antar BDI-ja, 300 antar i ka vetëm Besa. 300 antar i ka edhe ajo Lëvizja Demokratike e Mexhitit. 300 antar i ka edhe Alternativa, kështu që vinë 900 me 300 në duel, nuk e di ajo më qartë. Më thonë, ata dalin ka 3 parti, sikur ishte Jugosllavia që ishte. 4-6 republika, po ato në veti, po federat. Nuk e di ajo më qartë. Kështu që prapë kur jo nuk do vojë. Cila parti në Maqedoni ka humbur dhe është ngritur? Asnjë. Po, Ali Ahmeti, këtë ju mendoni që nuk e kupton, apo nuk di ta kuptoj, nuk do ta kuptoj? Jo, pushteti ja ka bebuar sy. Pushteti, ajo lufta, kurse unë jam tash, edhe ja bën qefin edhe këta të Kosovës, prontët, ja bën qefin edhe ai juaja që e di Rama se është diçka. Ato me mediat, po populli nuk mendon ashtu në Maqedoni e Veriut. Ne qytetarët nuk mendojmë ashtu, neve na intereson jeta, neve na intereson që nuk mund ne t'i dorojmë funksionarët e korruptuar. Nuk mund ne t'i dorojmë. Kështu që ata, më thonë, ka një thonje kështu, më tregoj shokun që të tregoj kush je. Ali Ahmeti shok e ka Musa Xhaferin, shok e ka Blerin Bexhetin, shok, këto i ka të rinj që të vrapojnë, nuk mund t'i kthejnë fjalë, dhe ky kongres më duket si Enver Hoxhës. Amin.
as një kritik, as një konkurent, s'pat konkurent Ali Ahmeti. Hajde, Po këta tjerë të gjithë dakord janë që nga Osmani, nga Bujar Osmani dhe të tjerë që shikoheshin si të ri me potencial për të ardhmen. Po nuk është potencial, shkon tregor. Osmani humbi zgjedhjet lokale në qej. Nuk ka autoritet. Edhe që më bënë edhe patërti, atje e zgjedhën Bujar Osmanin në kryesi, në kryetar, kurse këtu Bajram Recepin e Tetovës, i cili mori 19.000 vota, nuk e largon nga në kryetar dhe e bën ata. Shkon, ka këtu, unë për mendimin tim, Bajram Recepi është një ndër politikanët e politisë më të ndershëm, edhe njeriu i cili edhe mediat i urente, po nuk e njihnin njerëzit, po s'kishte çfarë bënte se ishte kampanje dhe doli, e keni qartë. Atë e largon. Domethënë, Bajram Recepin e ut në grup me ata që kanë vjedhur, me Musa Gjaferin, me ato, edhe të korruptuar, edhe të mbarruar, moral, karakter, ndërgjegje. Kështu që e njëjta parti është, vetëm që figurat i kanë ndrua pak. Ju thoni që këtë doni dhe Maqedonasit, këtë që pikërisht e që ndodhi. Po jo, ai tregon, tash ato pikët që i kërkoi, ju komendon Maqedonës, por beso, thot shtet unitar. Shtet unitar, do të thotë shumica e udhëheq Pakistan. Ku sa puna. Edhe tash dhe ishte një ato pikat e rezolutës, se me atë bua që në rezolutë thot shtet unitar. Kur e ndëgjojnë Maqedonës një shtet unitar, ata kret qejf, atë parat, shtetin unitar, ata e duan, nuk duan tjetër. Edhe tregon Badenter. Po pse ai 23 vjet nuk e bëni as Badenterin në kushtetu, për qeveri, për krimin e qeverisë. Pse nuk e bëri që të pyetet Pakistan? Pse nuk e bëri edhe gjykatën kushtetuese që me Badenter? Tash, se njerëzit kur janë në pushtet, ata çmenden. Kur bie për pushteti, atëherë ata vetëdijshën. Si them, ata kur janë në pushtet, janë si të dehur. E di si alkohol, si ato që dehen me alkohol, dhe ai nuk o real. Kur i kalon alkoholi, atëherë bëhet real. Dhe tash u ka kalua ajo deja në pushtet, tash e shohën gabimet që kanë bërë dhe tash i kërkon. Dhe tash populli nuk e ha. Populli nuk mund të mashtrosh. Tash jo është kujtua të 3 pikat, vetë qeverisja lokale, Badenter duhet kërkojmë shtet unitare, këndi kërkon shtet unitar, këndi kërkon Badenter të kushtetu, po nuk ka shtet unitar dihet. Po aleata mundet që të kushtrojnë presion, apo është diçka e pamundur? Cila aleancë? Në koalicionin, Aki. Ja, ato s'kanë forës, ato kanë dështuar krejt, ato janë politikanë të dështuar, aleanca, edhe ki Taravari edhe Sela, këta të dështuar bile edhe në Gostivar do humbe aleanca. Shkaku se ta të BDI-s nuk do t'ja hapë votën. Lenin jo rasisht e zori Bejten si kunder kandidat, se di se ata të BDI-s nuk mund BDI t'ja hapë se do betet pas një. Kam bet aty me do fshatëra që kështu që total, BDI-a është duk shkaku se t'ishte në një kryetar tjetër, t'ishte ndrua, Ali Ahmeti është për mendimin tuaj, kush duhet ta merrte stafetën e Ali Ahmetit tani, në këtë momente? Pa, unë mendoj, jo se e kam pas në zonës të mirë, jo se e kam pas vitet e 80, 90, po unë mendoj se Bajram Recepi është dash të jetë kryetar i partisë. Jo të nxjerrësh
prej nën kryetar dhe kështu me radhë. Dua të them, ai edhe telefonatat që thonë tjerët, çdo telefonat që i kanë bërë telefon, po ndonjë halla nuk e ka ua ka hapur telefon celularin. Këta tjerët jo. Mendoj se ka dështuar, që në start ka dështuar, më besoni, edhe para thoje ka dështuar dhe dole ajo, edhe tash. Ajo do t'i ndodhe si PPD-ja. Po cila parti e di si është kjo, uqeko, një lloj sikur se Sali Berisha, haj boni më shumë, haj erzoj një sistem, pa nuk mendoa popli, e ketë janë, nuk e hapën votën aty, si hapën aty votën, e hapën Ramos, edhe këj, lene ato para 22 viteve. Po, edhe ju bëri përshtypje që edhe nga ata grupi nuk është se pat në distancim të fort, kur tha që ai e kaloi kufirin, kur e kaloi nuk është se ishin kërkim, tha. Po, pra nuk është se është tërhequr plotësisht, ndoshta nuk është distancuar. Ja, nuk është tërhequr, shiko këtë, edhe ju atje në Shqipëri e keni të njëjtën problem, sikurse që Aliabetin nuk e jep të grupin ashtu edhe ju atje Edi Rama kam gjati juaj, nuk e Belindër, keni qartë. Kështu që këto janë interese, këtu s'ka të bëjë as pak me çështjen kombëtare të shtetit. Këto janë interese. Belinda 300 banesa thuan ka. Dhe ato 300 banesat pa lejen e Ramës nuk ka mund t'i bëjë. Po ashtu edhe grupi një vërë. Alia nuk e jep të grupi shkaku interesi, edhe aja që nuk e jep shkaku prandaj edhe grupi do shta e ndeu veç, do shta këtë listën aje ka bërë, se o shok o shok ma të që e ka bërë sekretara që Arbër Artemi, o shok me Bujar Osmanin atë që në një muhalë, edhe kjo është plani i grupit. Por tani nga krau tjetër dhe diçka për BDI-n, për Vlenin ju lutem, si po e nis këtë vit që po vjen? Ndoshta një ndryshim vogël në qeveri, ndoshta edhe mbrëmta strukturës vetë ata mund të kthehen në parti të gjitha, apo do jetë secili me këto bajraqet e veta, edhe do qëndrojnë te kjo federata që ju thatë? Pse kanë kaq vështirë që të shkrihin në një, apo është problem kush do jetë kryetari? Jo, shiko, ata për mendimin tim, ata në këtë mënyrë, në këtë federat, partish, ata po dalin fitimtar. Ata në mënyrë frontale fituan në magjoni këtu në zgjedhjet lokale. Kështu që budallëku më i madh është të bëhen një parti. Shkaku se në duel, për shembull, në kryesinë qendrore, ata kanë 4 kryesi qendrore në të gjitha komunat. Ja e kapim një shembull, në kryesinë qendrore të BDI-s ka antarë të Tetovës, ka 1, 2, 3. Mirë po ka edhe Izet Meqiti në Tetovë 2, 3. Ka edhe Bilali ka 2, 3. Besa ka 2, 3. Ka edhe Alternativa 2, 3. Dhe më thonë, ata janë më shumë. Edhe në kryesinë qendrore, në Tetovë janë më shumë. Jo në Tetovë, në përgjithësi më gjuni. Kryesi qendrore sa me numër, sa i ka BDI-ja, ka edhe Besa. Sa i ka BDI-ja, ka edhe Alternativa. Sa i ka BDI-ja, ka edhe Izet Meqiti. Ka edhe forumin grave. Ata kanë një forum grave kanë. Kështu që mendimi im është që ata mos të bashkohen, mos të bëjnë e ligë. Ne nuk kemi nevojë se ne, kur e bëjmë kryetar, partije bëjmë zot, edhe do të shtojnë. Këtë mënyrë, unë si mendoj, kështu e kanë mirë, se u del dobi, se kështu Vleni është mbi literet e Vlenit. Dhe më thonë, këtu nuk mund
përcaktohet njeri është më i madh. Këtu thunë Vleni, atje thunë Alia. Jo BDI, Alia. Nuk e dija jemi qartë. Po, individi, po. Prandaj edhe jo, të ndërpreva, doja të pyesja diçka se mos mikte për ambasadorin amerikan që Trumpi është mes atyre 30-ve që ka tërhequr nga Maqedonia. Tani jo vetëm Shqipëria dhe Kosova, por dhe Maqedonia pa ambasador. I bie vetëm e ngarkuar me punë në këto kohë. Nuk kuptova. Po, mes 30 ambasadorëve që ka tërhequr Trumpi, që i ka shkarkuar, është edhe ambasadori amerikan në Maqedoni. Po normale se ajo ambasadorja e Maqedonisë nuk ishte e Trumpi. Ishte kryetarit të paraprak të shtetit të SBA-ve. Kështu që nuk është. Ata kanë politikën e vetë amerikanët edhe unë mendoj se tash radha do t'i vije në listë të zezë, pritet edhe në ju atje në Shqipëri, i ka ardhur radha tash edhe Edi Ramës me lindën me ato qire. Po aty flitet për një listë të zezë së shpejti apo jo në Maqedoni? Po. Bile para 2 muajve tregoi kë ambasadorja që do largohet se do ketë listë tjera. Aty do jenë besoj se krerë. Tani mo veç amerikanët me këtë që ka fut edhe Kosovën në mbrellën e mbrojtjes, tregon diçka se këtu do ketë diçka edhe në Shqipëri, se Shqipëria më shumë. Tek ajo që më thatë pak më lart që tani është rradha e krerëve, keni qenë për këta në opozitë apo edhe në pushtet, që mund të jenë listë zezë? Po në pushtet. Opozitë nuk ka besoj më shumë do të sulmon pushteti. Jo, opozita do ketë, ama pushteti aty 20 vjet në Shqipëri, 20 vjet këtu edhe këta koalicion janë do të them shko qerere ka pasur principata. Tash ato principatet janë kthyer në korporata. E tash korporata e Edi Ramës, korporata e Prontës, korporata e Vučićit, e Ali Ahmetit. Aty së ndone, nuk e dija jo me qartë. Edhe kjo e lufta, edhe këtë korporat kriminelesh, besoj se do të asunmoj Amerika, do t'i shbëj. Ata nuk mund të adorojnë trup të kenë më shumë të hala se trupi. Ku dhe janë Rama të kenë më shumë, apo e Belinda. Profesor, duke uruar që viti tjetër që po vjen për shqiptarët e Maqedonisë të jetë më i mirë se ky që po kalon, po mbyllim, unë falenderoj shumë për bisedën. Shka ajo ka një thonje, nuk e di kush e thota këteja, po i ko e thot diçka, thot sigur ta di një njeri 40 vjeçar, si do jetonte në moshën 41 vjeçare, por 100 vjet kishte qenë më i lumtur. Prandaj ne tash duhet të jemi shumë më të lumtur se sa viti tjetër se do jetë edhe më i keq. Uroj që të bëhet. Inshallah. Të falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit edhe ju.